Shtypi britanik shkruan se lideri libian Muammar Gaddafi është gati të lërë pushtetin dhe të largohet nga Libia. Sipas Daily Telegraph, Gaddafi është dakord të largohet menjëherë nga vendi nëse pushteti i kalohet djalit të tij Saif al-Islam. Po sipas mediave britanike, dhe Franca, e cila vendosi të hyjë në sulme kundër kolonelit, është shprehur e gatshme të lejojë Gaddafin të largohet nga Libia dhe të anullojë mandat arrestin ndërkombëtar që është nxjerrë për të. Më herët dhe një gazetë ruse, duke cituar zyrtarë të lartë, ka raportuar së fundmi se lideri libian Muammar Gaddafi është i gatshëm të largohet nga pushteti në këmbim të një garancie të sigurisë. Raporti i publikuar në të përditshmen prestigjioze Kommersant, i cili nuk identifikon burimin, erdhi vetëm një ditë pas kërkimit të një mënyre për përfundim të luftës në Libi, nëpërmjet bisedimeve të dominuara nga Rusia dhe shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen dhe presidenti i Afrikës së Jugut Jacob Zuma. Kolonel Gaddafi po dërgon sinjale se është i gatshëm që të tërhiqet nga pushteti në këmbim të garancisë së sigurisë, raportoi Kommersant, duke cituar burime të mirë informuara pranë lidershipit rus. Burimi bëri të ditur në raport se shtetet e tjera, në mesin e të cilave dhe Franca, ishte e gatshme të ofrojë këto garanci. Shkrimi Kommersant po ashtu bën të ditur se Gaddafi ka kërkuar që djali i tij Saif al-Islam t'i lejojë të kandidojë në zgjedhjet në rast se ai jep dorëheqjen, një kusht ky të cilin rebelët mund të mos e pranojnë. Qeveria libiane ka njoftuar të hënën se është duke zhvilluar bisedime me figura opozitare. Saif al-Islam ka thënë për një gazetë franceze se nuk bëhet fjalë për negocim të përfundimit të sundimit 42 vjeçar të babait të tij, ndërsa Këshilli i Përkohshëm Kombëtar Rebel është kundërpërgjigjur me deklaratën se Gaddafi mund të qëndrojë në Libi vetëm në rast se ia dorëzon të gjitha kompetencat e mundshme.